Greta, të përshëndes, si u morë ky vendim nga KAS? Rovena, të përshëndes. Fillimisht Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi dy kërkesa. Kërkesën e Partisë Demokratike, e cila kërkonte rihapjen e 3 kutive votimit, 2 me fletët e votimit dhe 1 me materialet zgjedhore, po ashtu edhe rrëzoi dhe kërkesën e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet për rinumërim në të gjithë qarkun e Fierit. Por dy antarët e KAS, përkatësisht zoti Ledio Brau dhe Elvis Çefa, përdorën të drejtën të cilën ju anjeh kodi zgjedhor për të kërkuar rinumërimin në të gjithë qarkun e Fierit, duke çuar në këtë mënyrë edhe në rihapjen e kutive në të gjithë qarkun. Bëhet fjalë për 587 qendra votimi, të cilat do të kqyren, pra dhe do të rinumërohen. Ndërkohë, më duhet të theksoj se i gjithë ky proces, Rovena, do të nis pasi të përfundoj procesi i rinumërimit në qarkun e Tiranës, ndërkohë që si Tirana ashtu edhe Fieri janë edhe dy qarqet më të mëdha, duke marrë parasysh, po themi, edhe numrin e votave, por edhe të rezultatit. Greta, kemi një vendim për Shkodrën deri në këto momente, cili ishte ai? Nuk ka një vendim për sa i përket qarkut të Shkodrës, pasi mbledhja u shty për ditën e mërkurë në orën 10:30 pas kërkesës së Partisë Demokratike, e cila kërkoi që të kqyr disa pamje filmike të 4 KZAZ-ve në qarkun e Shkodrës, pas pretendimeve të tyre se është hasur votimi dyfisht, edhe pse më duhet të theksoj, Rovena, që jo vetëm përfaqësuesit administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe përfaqësuesja ligjore e Partisë Socialiste mohoj që diçka e tillë të ketë ndodhur. KAS vendosi që t'i jepet në dispozicion pamjet filmike përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe mbledhja të vijojë ditën e mërkurë. Greta, ti e përmendën në fakt, po unë duaj që të ndalemi pak më gjërësisht së bashku për të sqaruar kështu edhe aspektin procedurial edhe ligjor të faktit se kërkesa në vetvete e Partisë Demokratike për pavlefshmëri të zgjedhjeve është rrëzuar, por kanë qenë antarët e KAS-it që kanë kërkuar rinumërim, pra në Fier edhe pak ditë më parë në Tiranë. Po sepse kodi zgjedhor, Rovena, parashikon që qoftë edhe një antari vetëm i KAS mund të kërkoj kqyrje, po themi, të kutive të votimit, rihapje dhe rinumërim të tyre. Pra, mjafton vetëm një antar që të bëjë një kërkesë të tillë, qoftë për të numëruar një kuti apo dhe të gjithë qarkun, në mënyrë që ky vendim të merret. Bëhet fjalë për një nen, në fakt, sikundërse e përmenda në kodin zgjedhor, dhe për te fakti që shumica në KAS mund të rrëzojë, po themi, kërkesën, antarët kanë të drejtën, pasi sikundërse e përmenda edhe në nisje. Ditën e sotme, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike që kërkonte rihapjen e vetëm 3 kutive, po ashtu edhe kërkesën e Nismës Shqipëria Bëhet që të rihapet të gjithë kutit e qarkut të Fierit, por ishin pikërisht këto dy përfaqësues të opozitës në KAS, të cilët përdorën të drejtën, po themi, apo të cilën ja jep kodi zgjedhor duke kërkuar rivlerësimin dhe rinumërimin e fletëve të votimit. Kjo është një procedurë, në fakt, Rovena, që do të marrë pak kohë, pasi do duhet që administrata e KQZ-s të bëjë gati të gjithë procesin se ku do të rinumërohet, do duhet të rekrutoj edhe stafin i cili do të merret me këtë proces, sikundërse më duhet të theksoj se do të nisë fillimisht me Tiranën, duke qenë se vendimi për Tiranën u mor më herët, dhe në momentin që do të përfundojë gjithë numërimi i rreth 1200 kutive qendrave të votimit të Tiranës, do të nisë edhe numërimi për 587 qendrat e votimit të qarkut të Fierit. Qartë, faleminderit Greta Bullari për raportimin.